Presidenti i Republikës Kosovës në 94 po kthejte pika e 6. 5 porat janë pak më teknike. Ka të drejtën e kthimit për rishqërtim të ligjeve miratuar. Të me mbrojt kushtetutën. Se ka mutut kështë. Që kjo është arsyeja Bravo, do më dho PDK-ja përruj ka kushtetutën, e VV-ja s'përruj ka kushtetutën. Që kjo është arsyeja kryesore. E qytetarët kur po dilni mjo mop, ju thët ja, këta përrujnë kushtetutën. Që kjo është arsyeja kryesore. Këta përrujnë kushtetutën se i morin 51%. Duhet me rujt balansin, edhe duhet me mbrojt demokracinë. Balansi nuk është është blokad, o zotit Tahiri. Ju lypni ma mirë në qeveriti shka sepse fundja fundit që s'bot prishet se sa mja lyp presidentin. Edhe nuk me elon këtë vend me shku në pushtet autoritare. Është gabim ja lyp presidentin këtë fond. Është shqetësim ego për pushtet autoritare, shumë shqetësim. Amlet e përfundaj. Edhe duhet bashkarisht mu angazhu, me rujt edhe me mbrojt demokracinë. Me rujt vendin, edhe me qenë të angazhu me forcu vendin, me forcu institucionet. Jo rasisht thash, që demokracia që e kemë sot, shteti që e kemë sot, është derivat i dëshmorëve të kombit, i gjokut tyne, amanet i gjenerat mas gjenerate. Edhe duhet gjithë në bashkë. Po vjetë e vendimorja, krejt të pilionionash, edhe po kalkuloni në sane që realisht nuk kalkulua. Duhet gjithë në bashkë me pos angazhimin që me mbrojt demokracinë, me mbrojt këtë vend, me forcu këtë vend. Sakt. Teoria është mirë në regull, teoria me zgjedhjeve dhe realitetin demokratik. Na e kem njoft. A mund të edhe kem posë që bashkëpunuse, edhe mbështetëse, po tash te presidenti duhet konsensus. Duhet konsensus. Po bravo, konsensus. E mja në PDK-s. Po ja, hajtë që është konsensusi, edhe PDK-ja duhet me pos konsensus e ju me elon venin. Shka qujmë konsensus? Ju me elon venin. Hajtë me u imponu prej një force politike gjitha pozitat matnota. Hajtë thujave qytetarve një emër, të dashur qytetar. Zoti Hamza, Zoti Kurti nuk i ka nxjerrë publik për hir të negociatave sepse jemi në fazë finale. Unë sot, si shef i grupit parlamentar të PDK-s po e tham, këta janë emrat që i propozon, jo 1, 2, 3, një so dush. Nxjerrit i sheh që publiku kush janë qata, edhe në qoftë se qata janë jashtë partijak dhe i kanë qatu kritere, ju e keni fitu, ju e fitut publikun. Në qoftë se vazhdojnë që është blokad. Dhe kur Zoti Kurti jo, po asni kurt mas ti, që fiton 51%. Zoti Mustafa ka një blokad. Nuk mundet me kom blokad, Zotri Drenori. Nuk ja ja presidenti, sepse presidenti blokad. Ruaj argumentet do t'ja ka mundësi. Me kom blokad. Na nuk ishëm shkun takim. Pritse se kam kryu alo. Na e na shkun takim. Na i kena hej vija të kushe. Përfundoj komentet e para, o Drenori. Na i kena largu vija të kushe. Na i na përgjigj aty ku është kërku interesi institucioneve. Jem shkun takim, kem prezentu proces për me zgjidh këtë problem, e ka refuzu procesin, a është refuzusi, si na. Nuk mund është të me nëzirë emër për dhe so spajtohesh për procesin. Po ti ja ki bërsh publikut, jo Zotit Kurti. Ti na e ki bërsh neve në studio. Me thonë ne si Parti Demokratike është ju keq kuptu, se s'podojmë partia. Po a ki me zgjell ti, jo. Ka me zgjell votat e Zotit Kurti në kuvend. Po, Zotri, tash Ata dëgjojmë pak Zotin Mustafa, Zoti Drenori tash.